Pas humbjes të vëllait, Gjesti ka qëndruar i tërhequr nga muzika dhe rrjetet sociale. Ai ka qëndruar pranë familjes që të përballojë atë dhimbje që vështirë se kalon. Por janë disa gjëra që qëndrojnë thellë në shpirt dhe ndoshta vetëm muzika e nxjerr nga shpirti. Gjesti ka publikuar një këngë në kujtim të vëllait të tij, ndërkohë që teksti i këngës tritëron kur kupton dhimbjen e humbjes së Gjestit për vëllain. Në vargje këngëtari thot për vëllain: "E kuptova kur i ke ti, se sa shumë të desha unë ty, e tani po pyes veten, a mundesh ti me u kthy? Çdo natë të mendoj, e s'mundem të ndaj nga jeta ime, s'munda t'i mbaj ato premtime që t'i dhash. Ti mu falma, por unë s'doja fal kurrë vetes time." Kjo këngë ka përlotur shumë njerëz, teksa e kanë dëgjuar pasi dhimbja transmetohet në çdo varg dhe notë muzikore. Por dalja e kësaj kënge ka sjell një super lajm për Gjestin dhe familjen e tij. Vetëm një ditë pas publikimit, kënga u rendit e 11 në trendin muzikor për videoklipe, një arritje e madhe për një artist shqiptar që tregon se muzika e tij ka thyer çdo barrierë gjuhësore. Projekti ka ngrirë konkurrencën, duke kapur vendin e parë në plot 5 shtete: Shqipëri, Austri, Zvicër, Gjermani dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo tregon qartë mbështetjen e jashtëzakonshme të diasporës, e cila ka përqafuar menjëherë baladën e ndjerë. Edhe familja e Gjestit është ndjerë shumë e prekur jo vetëm për suksesin e të birit, por edhe për mira mesazhe të marra nga shqiptarët në të gjithë botën, të cilët i kanë dhënë suport emocional familjes. Gjesti ka mbetur i shokuar nga kjo mbështetje dhe ka falendëruar me zemër të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen.